e çuditshme në Indi na përcjell një mesazh të rëndësishëm, të cilin e përmbledhim me fjalët: ose ndërto një familje të shëndosh, ose ndërto një burg. Nëse fëmijët nuk marrin edukatën e duhur në familje, ata shndrohen në kriminal duke shtuar numrin e burgjeve dhe të burgosurve. Këtë ndodhje ka regjistruar dhe transmetuar kanali National Geographic. Një familje e madhe elefantësh jetonin pranë një fshati të madh në Indi. Elefantët janë kafshët më të ngjashme me njeriu për sa i përket jetës në familje. Elefantët e rritur gjithmonë u qëndrojnë pranë të vegjëlve të tyre dhe çdo lëvizje bëhet familjarisht. Në përgjithësi, elefantët janë miqësorë me njerëzit. Elefantët e mëdhenj bashkë me të vegjëlit ishin mësuar që çdo natë të zbrisnin në fushat e mbjella nga fshatarët dhe të ushqeheshin me të mbjellët e tyre, duke i shkatëruar. Fshatarët i rrethuan të mbjellët e tyre me tela me gjëmba, por kjo nuk i pengoi as pak elefantët të vazhdonin avazin e tyre të vjetër. Fshatarët dhe bujqit mbushën raketa me spec djegës dhe u ahidhin elefantëve, me qëllim që ata të largoheshin nga të mbjellët, por edhe kjo hile nuk pati sukses. Çdo natë elefantët shkonin dhe ushqeheshin me të mbjellët e bujqve. Të zënë ngushtë, fshatarët vendosën t'i vrisnin elefantët prindër dhe t'i linin elefantët e vegjël. Kështu filloi një masakër e vërtet kundër elefantëve të mëdhenj, të cilët i prinin tufës. Kështu, ata menduan se i dhan fund shqetësimit dhe problemit që kishte kohë që i linte pa gjuhë. Por ajo që ndodhi ishte akoma më e rëndë. Mes elefantëve u rit një brez, të cilët nuk kishin marrë edukatën e nevojshme nga më të mëdhenjt. Ata ishin shumë agresiv dhe të pamëshirshëm. Tashmë përveç të mbjellave, elefantët sulmonin dhe njerëzit duke plagosur shumë prej tyre dhe duke lënë të vrarë shumë të tjerë. Ata shkatëronin shtëpitë, hanin të mbjellët, sulmonin njerëzit dhe shkulnin pemët. Ata u shndruan në egërsira, për shkak se u mungonte familja dhe modeli i mirë. Organet kompetente nuk gjetën zgjidhje për këtë shqetësim, veç se të merrnin elefant prindër nga Afrika. 6 muaj pasi u sollën elefantët prindër nga Afrika, fshati ra sërish në qetësi dhe elefantët ju kthyen normalitetit. Në fund të dokumentarit të transmetuar nga giganti National Geographic, shkruaj: ose ndërto një familje të fortë, ose ndërto një burg. Nëse për elefantët u gjet një zgjidhje me importimin e elefantëve prindër nga Afrika, për ne njerëzit kjo zgjidhje nuk vlen. Ky dokumentar dhe kjo ndodhi na kujtojnë një thënie egjiptiane, sipas së cilës kush nuk e ka një më të madh, le ta blej një të tillë. Vlerësoje mirësinë e familjes para se ta humbasësh atë. Mos haro se nuk ka begati dhe mirësi më të madhe se familje. Prindërit janë begati, vllai, motra, fëmijët, gruaja, shtëpia, gjyshi e të tjerë. Të gjithë janë begati. Sa të mëdha dhe të vyera janë këto begati, do ta ndjesh ditën kur ti humbasësh. Allahu i ka krijuar për ju gratë nga lloji juaj, e nga gratë tuaja ju jep djemt e nipët dhe ju furnizon me ushqime të mira. A mos vallë, ata besojnë në gënjeshtëra dhe mohojnë dhuntit e Allahut. Pyetini ata që janë privuar nga mirësia e familjes. Pyetini fëmijët e jetimorës sa u mungon familja. Ata fëmijë që ankohen nga prindrit, le të shohin fëmijët e rrugës dhe të jetimorës. Ata prindër që ankohen nga fëmijët e tyre, le të shohin ata prindër që kanë humbur fëmijë, nuk din ku i kanë, ose u kanë vdekur. Mos ja lejo vetës të rendësh pas tradhtisë bashkëshortore duke hequr dorë nga familja. Vërtet doni të ndroni atë që është më e mirë me atë që është më e dobët. Shijojeni mirësinë e Zotit para se të privoheni për saj. Privimi mund të jetë me një divorc. Shumë burra të cilët bëjnë gjithçka derisa ta fitojnë divorcin, por kur e shohin sa mirë kanë qenë, duan ta rikthejnë sërish atë. Tashmë janë gati të sakrifikojnë gjithçka tjetër për hir të familjes së mbarshme. Pasi e ka sharë, ofenduar, rrahur, fyer dhe keq trajtuar bashkëshorten, por ulet para prindërve dhe njerëzve të gruas me qëllim që të kthehet sërish.
Shumë çifte të tjera e kuptojnë se gabim kanë bërë që janë divorcuar, nga pasojat e rënda që kanë lënë të fëmijët. Ata e kuptojnë që shkaqet e divorcit kanë qenë krejt kota. Një nën vajti një ditë në një jetimore për t'u shërbyer vullnetarisht jetimëve. Ajo u dha nga një letër ku ishte vizatuar një zemër dhe u kërkoi jetimëve ta ngjyrosnin me ngjyrën që u pëlqente. Fëmia që ishte ulur përballë saj e ngjyrosi zemrën me ngjyrë të zezë. Nëna në fjalë mendoi se djali jetim nuk kishte ngjyrë tjetër dhe e pyeti: "A dëshiron ngjyra të tjera për ta ngjyrosur?" Jetimi ju përgjigj: "Jo, kjo është ngjyra e zemrës time." Shpeshherë konsiderojmë fëmijët të papjekur dhe të palogjikshëm, por nuk është ashtu. Ata janë më të shkurtër fizikisht, por jo më të palogjikshëm dhe më pak inteligjentë se sa ne. Kjo nën, kur dëgjoi këto fjalë, e përqafoi fort jetimin. E puthi dhe ja kushtoi gjithë ditën atij. Ajo tregon se fëmia shkonte dhe përqafonte her pas here, sikur donte të ngopej, sikur donte të merrte atë që i kishte munguar gjërat herë. Para se të largohej nga jetimorja, nëna në fjalë i mblodhi të gjitha fletët ku jetimët kishin ngjyrosur dhe nisi të largohej. Teksa ishte duke hapur derën, ndjen një tërheqje nga pas dhe sheh që ishte djali që kishte ngjyrosur zemrën me të zezë. Duke buzëqeshur, ai i thotë: "Merr edhe fletën time. Ngjyra e zemrës time tani ka ndryshuar dhe është e kuqe." Nuk është zgjedhja e këtyre jetimëve të rriten dhe të jetojnë pa prindër. Prandaj, le të falenderojmë Zotin për familjen që kemi. Tregon një zonjë: "Pasi u martova dhe linda fëmijë, marrëdhëniet e mia me baban kaluan në një nivel të dytë, pasi isha angazhuar me familjen time të re. Her pas here flisja me të në telefon dhe më kërkonte që ta vizitoj më shpesh, por unë gjithmonë justifikohesha se isha e zënë me fëmijët dhe punën. Një ditë vëllai më telefonon se babait i kishte rënë një tromboz dhe ndodhej rënë në spital. Gjatë rrugës për në spital, kujtoja jetën time në shtëpinë e prindërve. E shija veten të vogël kur më merrte në krah, kur më përkëdhelte, kur kthehej nga puna, kur hidhesha në krah, kur më tregonte prallën para gjumit, kur më qeraste, kur pushimet i kalonin bashk atje ku na pëlqente ne dhe jo ku i pëlqente atij. Babai im kishte qenë një mirësi, të cilën e kisha neglizhuar dhe nuk e kisha vlerësuar. Kur hyra në dhomën e reanimacionit, babai ishte i shtrirë në shtrat dhe pa ndjenja. U befasova nga ajo pamje. Infermierja mu afrua dhe më kërkoi t'i shtrëngoj dorën. I kap dorën. Kur ka qenë hera e fundit që ja kam kapur dorën babait tim? Që kur kisha qenë fëmijë, si ishte e mundur që gjatë gjithë atyre viteve nuk e kisha kapur për dorë baban tim të dashur? Përse nuk e kam bërë diçka të tillë më parë? Osvald më ka ardhur zor. Përse duhet na vijë zor nga ajo që ndjejmë? A nuk është Zoti ai që na ka pajisur me këtë ndjenjë? Ja mora dorën babait, e cila fillimisht mu duke huaj dhe fillova ta preke ta ledhatoj. Ishte hera e fundit që preke dorën e babait. Një orë më pas, ndëroi jetë. Disa muaj më vonë isha duke shëtitur me djalin e vogël dhe vajzën 10 vjeçare. Djali më kishte kapur për dorë, kurse vajza nuk donte. Pasi e ndjente veten të rritur. Isha e lumtur që djali më mbante për dorë, por nuk guxoja t'ja kërkoja të njëjtën gjë edhe vajzës. Ndonjëherë më vinte një mendim që t'i tregoja historinë time me baban, të cilin nuk e kisha më kur doja t'i kapje dorë. I lutesha Zotit që të më falte për të kaluarën dhe që vajza ime të ma shtrëngoj dorën para se të vdes. Unë një personalisht një familje të cilës i ka vdekur një vajzë në moshën 20 vjeçare. Vetëm ditën që u ndëroi jetë vajza, ata e ndjenë rëndësinë e familjes. Tregon babai dhe kryetari i familjes. Ne ishim një familje e përbërë nga babai, nëna dhe 2 vajza. Ajo që ndëroi jetë studionte në universitet për gjuhën angleze. Zoti e sprovoi me një smundje të rëndë, kancer. Lajmi i cili na ra si rufeja në qiell të hapur.
Ne të katërt kemi qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin, gjë që na ndihmoi pa mas për ta kaluar një pjesë të madhe të kësaj dhimbje. Secili prej nesh i jepte tjetrit dashuri dhe përkujdesje më shumë se vetes. Vajza e smur ju nënshtrua një trajtimi me reze dhe për 2 vjet ju zhdukën gjurmët e kancerit. Këto 2 vite kanë qenë vitet më të bukura tonat si familje, pasi secili prej nesh përkujdesej për tjetrin në një mënyrë të paimagjinueshme. Pas 2 vjetësh, u befasuam kur zbuluam se sëmundja ishte kthyer. Ky lajm na tronditi dhe na la pa fjalë, pasi kishin kaluar 2 vjet dhe të gjitha analizat që i kishin bërë na kishin treguar se vajza ishte mirë. Bashkë me vajzën vajtëm në Francë dhe brodhëm të gjitha spitalet atje, por rezultati ishte negativ. Unë, gruaja dhe vajza tjetër kishin vendosur krevatet në dhomën e saj në spital dhe i qëndronim pranë në çdo orë çast. 10 ditë të fundit, unë nuk kam lëvizur nga dhoma e saj. Falenderojmë fuqishëm Zotin e lartësuar, pasi na pajisi me durim pas vdekjes saj. Ato lidhje dhe marrëdhënie të forta mes nesh, padyshim që buronin nga Allahu i lartësuar, që nga janari i 2004-s, kur ndroi jetë, është e pamundur të them se kalon një ditë pa kujtuar. Kjo ngjarje na shtoi akoma më shumë dashurinë dhe lidhjet mes ne të treve që mbetëm. Secili prej nesh kërkon t'i fal dashuri dhe lumturi 2 tjerë. Secili prej nesh e mban veten për hatër të 2 tjerë. Për Zotin, kur hap derën dhe hyn në shtëpi, ndjej se ajo është e mbushur me kënaqësinë e Zotit. Gruaja dhe vajza kujdesen dhe interesohen për mua, duke u përpjekur të ma lehtësojnë dhimbjen me çdo mënyrë. Unë dhe vajza mundohemi ta qetësojmë dhe t'ja lehtësojmë dhimbjen gruas. Secili prej nesh e do tjetrin më shumë se veten dhe se gjithçka tjetër. Veç kësaj, na është shtuar dëshira dhe zelli për vepra bamirësie. Kështu përkujdesemi për azilin e pleqjve dhe jetimorën, duke u dërguar ushqime dhe veshje. Unë fluturoj nga gëzimi kur vjen vajza dhe më tregon se ka qenë tek azili i pleqjve dhe u është gjendur me diçka. Për Zotin, edhe ushqimi që ham në shtëpi, sikur ka shije tjetër, sikur është më i mirë. Edhe pse është i njëjti, më parë duhej një gjysmore përpëlitje në shtrat derisa të na zinte gjumi. Tani me të ushtrirë zhytemi në gjumë të thellë. Këtë ja dedikoj dashurisë së Zotit për ne dhe lidhjeve të forta që kemi me njëri tjetrin. Nuk besoj se ka mesazh më të fuqishëm që mund t'ju drejtoj të gjithëve dhe të rinjve në veçanti. Si mund t'ju zerë gjumin ndërkohë që një nga familjarët tuaj është i zemëruar me ju? Një ditë, profeti, paqja qoftë mbi të, i tha Aishës: "O Aishë, trajtoj me dinjitet të mirat e Zotit, pasi rrallë ndodh që ato të largohen nga një familje dhe t'u kthehen sërish. Vlerësoj mirësitë e Zotit dhe mos priti humbasësh që t'ua dish vlerën. Rroki fort të mirat e Zotit, duke e falendëruar ata."